Filmi mirë i regjisorit Edmond Topi, Vdekja le të pres mbrin në Pogradec, qytetin ku xhiruan skenat më të rëndësishme të tij. Kjo shfaqje ka një domethënie të veçantë për publikun pogradecar, pasi qyteti jo vetëm shërben si sfond vizual i filmit, por mbart edhe pjesë të shpirtit të tij. Pas suksesit të filmit paraprirës Yjet e së ardhmes, i cili preku zemrat e publikut me historinë e tij njerëzore, Topi sjell vazhdimin emocional të këtij rrëfimi filmik me Vdekja le të pres, dy filma të lidhur natyrshëm në frymë dhe përmbajtje, duke krijuar një univers të përbashkët personazhesh, ndjesish dhe reflektimesh mbi jetën, kujtimet dhe marrëdhëniet që mbajnë gjallë moshën e tretë. Të dy projekcionet nisin nga një nismë sociale, e cila me kohën u zhëndërua në një rrëfim të fuqishëm artistik mbi pleqërinë, dinjitetin dhe qëndresën njerëzore. Filmi mbledh një kast të jashtëzakonshëm aktorësh që ngrin nivelin artistik dhe emocional të rrëfimit: Reshat Arbana, Tinka Kurti, Luftar Paja, Mehdi Malkaj, Zulia Miloti, Gaz Paja, Elia Zaharia, si dhe interpretimet e Emës, Karafilit, Valinës dhe Sadushit. Një vend të pasvendësueshëm zëprania e aktores Margarita Xhepa, e cila me këtë film shënon rolin e saj të fundit në kineman shqiptare. Prezantimi i filmit në Pogradec do të nisë me premierën e tij me 8 nëntor, ora 19 në kineman e qytetit. Hyrja është falas, ndërsa ditët tjera do të jetë me bilet. Vdekja le të pres është një rrëfim mbi dinjitetin e moshës së tretë dhe fuqinë e artit për të mbledhur bashkë njerëz, histori e kujtime.